Si do të se fundet e këtij komisioni, se jeni komente këtu? Sigurisht kjo nuk ka lidhje vetëm me Komisionin e Integrimit, por Komisioni i Integrimit e bën këtë çështje akoma edhe më shqetësuese. Kjo ka lidhje me procedurën e përgjithshme që u ndoq në Parlament për ndryshimin e rregullores, me arrogancën, me shkeljen e rregullores, po ka njëkohësisht lidhje edhe me hapësirën që ka opozita në Parlament. Komisioni i Integrimit ishte një gjithëpërfshirje në këtë proces. Ishte një domosdoshmëri që i kërkohej qeverisë shqiptare që ta trajtonte procesin e integrimit jo ngushtësisht si monopol të qeverisë, po ta trajtonte procesin e integrimit si një gjithëpërfshirje të forcave politike së pari dhe të shoqërisë së dyti. Fatkeqësisht qeveria shqiptare ka dështuar me kohë këtë proces. Kështu që përjashtimi i opozitës në këtë moment që duhej patjetër që kishte, unë e shoh si një hap pas. Së dyti, para 2 vitesh ne miratuam një ligj për rolin e parlamentit në procesin e integrimit. Një ligj i cili jepte hapësirën opozitës, përcaktonte një procedurë parlamentare që të ishte kontrolli dhe balanca. Sa më pak transparencë ka, sa më pak kontroll ka, sa më pak balancë pushtetesh ka, aq më arrogant bëhet pushteti. E pash si një veprim shumë të vogël, e pash si një veprim i cili lidhet me çdo lloj hapësire të mundshme që ka zënë sot majoranca, tuan të kapin dhe këtë komision dhe ta marrin. Janë të baku do të pranoni postin e nënshkretare tashmë në komisionin e mbikëqyrjes së të matuar. Unë kam vënë një rregull që gjërat e partisë diskutojnë tek partia.